Me zhvlerësimin e euros si faktori kryesor, ushqimet nga jashtë vendit po vazhdojnë të vinë më lirë në Shqipëri. Sipas të dhënave nga Instituti i Statistikave, përgjatë tremujorit të tretë të këtij viti, vlera e produkteve ushqimore të ardhur ishin 1.42% më të lira se sa tremujori paraardhës. Por rënja nuk pasqyrohet tek qytetarët pasi norma inflacionit në bazë mujore për periudhën korrikshtator për grupin e ushqimeve ka qenë 1.5%. Dhe unë mund të them se këtu janë, si thuaç, manipulimi ose rritja e normës fitimit që tregtarët bëjnë në kurriz të konsumatorëve shqiptar. Sepse kemi edhe një rritje tjetër, besoj se i keni lexuar të dhënat, që ne afërsisht në çmimin e ushqimeve jemi afruar, jemi pothuajse baraz me çmimet e produkteve ushqimore në Europë. Kjo është një, si thosh, handicap shumë i madh duke patur parasysh të ardhurat që kanë shqiptarët, që shqiptarët kanë më pak se 30% të ardhurat krahasuar me vendet europiane. Sipas Instat, tashmë sasia ushqimeve që importohen në Shqipëri janë 3 herë më të larta me sasinë që vendi eksporton në treqet e huaja, duke theksuar gjithmonë më shumë varësinë e qytetarëve shqiptar nga ushqimet e huaja. Pothuajse jemi kthyer në 10 vite më përpara që ishim në raport të 3-1. Unë mendoj se problemi kryesor për sa i përket këtij rritjes me 3.4% nga 2024 që e thonte Instati, vjen kryesisht si pasojë e rritjes së kërkesës konsumatore, kryesisht vjen nga turizmi, pra nga turistët që vinë në vendin tonë, dhe mungesës së kompensimit apo furnizimit me prodhime made in Albania të kësaj kërkese. Për të ndalur rritjen e çmimeve të prodhimit vendas dhe për të nxitur eksportet shqiptare, qeveria ka përfshirë në paketën fiskale rimbursimin me 10% të faturës që fermerët do të dorëzojnë tek grumbulluesit apo përpunuesit.